Në vjeshtën e vitit 1908. Manastiri nuk ishte thjesht një qytet. Ishte zemra që rrite fort e gjithë Shqipërisë. Rrugët e tij, shtruara me kaldërm të vjetër, ndizeshin çdo mëngjes. Gazerat e shqiptarëve, ardhur nga të katër anët, nga Shkodra e Largët, nga Vlora, nga Janina, nga Kosova, e plagosur nga kolonitë e mërgimit. Kudo në përhanet dhe shtëpitë e qytetit, dëgjoi shqipja e përzier, Gege Tosk. Një gjuhë që tingëllon të njësoj, e lashtë dhe e papërtuar. Shkronjat e ndryshme që përdorin shqiptarët janin si kufit në letër, një komb, 4 alfabete, një dhe, por një shkronjë ndryshme për çdo krahi. Në Kosovë shkruaj ndryshe, në Shkodër ndryshe, në Janin ndryshe. Fëmijët e së njëjtës gjuhë rriteshin me libra që nuk mund t'i lexonin njëri tjetrin. Kjo përçarje e heshtër ishte sëmundja e kombit. Në Stamboll, qeveria gjon turke kishte lejuar përkohësisht lirinë e gjuhës. Por askush nuk besonte, shumë tek premtimet e saj. Shqiptarët e dinin se liria e vërtetë nuk do të vinte nga kryeqyteti i perandorisë, duhet të vinte prej tyre. Dhe për këtë arsye, delegatët shqiptar u drejtuan manastirit, aty ku kishin shpërthyer shkolla, klube kulture, gazeta, shoqëri patriotike. Për ditë me radhë, delegatët vinin një nga një, të lodhur nga udhëtimet e gjata, me rrobat e djegura nga rrugët e gjata, me valixhe të varfra, por me zemër të mbushur me shpresë. Të gjithë kishin të njëjtin synim, të vendosnin alfabetin e gjuhës shqipe. Qyteti i murmuriste dhe për kafenet e manastirit pritej me zë të ulët. Cilin alfabet do të marrin? Latin, të Stambollit, Bashkimit, Agimit. A do të ndahemi më shumë apo do të bëhemi një? Tensioni ndihet si një mjegull e rëndë. Një vendim i gabuar do ta coptonte kombin. Një vendim i drejtë do ta ngjiste përgjithmonë. Salla e kongresit ishte e ngrohtë, mbushur plot me zhurmë. Drejtarët e mëdha lejonin dritën e ftohtë të vjeshtës të vinte mbi fytyrat e delegatëve. Fytyra të lodhura, por me një shkëlqim të brendshëm. Shkëlqimin e atyre që dinin se po merrnin pjesë në një ngjarje të shenjtë. Në rresht të parë rinin Mitat Frashi, i urtë dhe i qetë, Ndre Mjeda, me lengatësën e tij intelektuale. Bajo Topulli, plot zjarre vendosmëri, Shahin Kolonja, një mprethe polemik, Sotir Peci, ardhur nga Amerika, Gjergj Qirjazi, e peshën e misionit kulturor dhe shumë të tjerë. Por në atë sallë, hyri një burr që menjëherë ndryshoi atmosferën. Ai ishte i gjallë, e prani të fortë, me sy që shkëlqenin si tek shpatës, me fytyrën për misionarit të lindur. Ishte një franceskan, por binte në sy, si generali fjalës, vinte nga Shkodra, por fliste për të gjithë Shqipërinë. Ky ishte atë Gjergj Fishta. Kur Fishta mori fjalën, në sallë ra heshtja. Edhe ata që kishin më kundërshtarët e tij ideologjik, mbajtën frymën. Ai nuk ishte ardhur të mbante një gjë ligjërat, ishte ardhur të ndiste një zjarr. Dhe momenti ishte i tillë që kombi kishte nevojë për zjarr. Fjalimi i Gjergj Fishtës. Të nderuem vllazën shqiptar. Sot nuk jemi mbledh këtu, veç me përfundue një punë. Jemi mbledh me nis një komb. Shqipnia, vllazën, nuk është një letër me disa shkronja. Shqipnia është zemra jonë. E nëse nuk e kemi një gjuhë të përbashkët, një alfabet të përbashkët, atëherë kemi zemra të ndame. Nuk kam ardhur me mbrojt alfabetin tem, as të Shkodrës, as të Lezhës, as të ndonjë shoqënie tjetër. Kam ardhur me mbrojt Shqipninë,
E them para Zotit e para historisë. Nëse sot ndahemi për shkronja, nesër kemi me unda për kufin, e një ditë, nuk kam e mbet ma Shqipni. Shkronja që po zgjedhim sot, jam pushk. Pushk për me luftue ignorancën. Pushk për me luftue robnin. Pushk për me ngjit Shqipërinë në vendin që i takon, në Europë. A e dini çka do të thotë ku një fëmijë nga Shkodra nuk mundet me lexue librin e një fëmije nga Korça? Kjo do të thotë se jemi rob. Rob të paditurisë, rob të përçarjes, rob të hujve. Unë nuk dua Shqipni me 3 alfabete. Dua Shqipni me një gjuhë, me një alfabet, me një zemër. Prandaj vllazën, ju them sot, ose shikoni alfabetin që doni. Shikoni alfabetin që don Shqipnia. E Shqipnia don alfabetin më të mirë, më të thjeshtë, më europian. Atë që na bashkon të gjithëve. Sot vendosim fatin e kombit. Ta bëjmë këtë vepër si burra, si bitë e Shqipes, e të na bekov Zoti për këtë punë të madhe. U mbaroi delegatët u ngritën në këmbë. Historianët thonë se ishte momenti kur u vulos rruga drejt alfabetit latin. Alfabeti që përdorim sot.